Qysh duket një partner toksik? Partneri toksik nuk është veç ai personi që të rret, mashtron, tradhton, të abuzon. Në fakt, toksiciteti si proces fillon shumë më herët me një mënyrë shumë më të fshehtë. Krejt që do trajta në psikologji njihen si red flags. Në një, partneri toksik është ai që ta prish entuziazmin kur ti don me bu diçka. Për shembull, ta bën, ani ti bën e veç mu mos llogarit, ani ti bën e veç në komuni shumë keq. Qëllimi për me ta hek entuziazmin për procesin që po ta me bo, e në fund të përfundu të mos e bo që ato që ke pas qedh. Në ndë, partneri toksik viktimizohet vazhdimisht. Pse bre veç unë e problemi, pse bre po më kapësh veç muën e nuk kam faj? Qëllimi për me hek diskutimin prej problemit aktual edhe më të bo ty muni fajtor që e ke konfrontu për një gabim që e ka bo. Në tre, edhe më e rëndësishmja, partneri toksik ta ndryshon realitetin. Ky proces njihet si kur gaslighting. Partneri të bën me besu ty sikur çajo që jetu e thone që jetu e menu nuk është e vërtet. Ai ta bën ti nuk je mirë, ku vet fundit nuk jetu e di çka jetu fol pa lidhje, kjo nuk është çështo çka jetu thon, a je normal, a je budall, në mënyrë që ti me fillu me dyshun vete e që ai me ik pa u lag prej problemit që e ka shkaktu. Partneri toksik është shumë më i keq se sa partneri dhunues. Pse? Sepse partneri toksik t'izolon prej krejt shokëve tu, ta ul vetbesimin edhe të bën me dyshu vete e më nuk lejon më të knaq kur gjë që deri në ato momentet ka knaq. Nëse bën me e kuptu qysh një partner bëhet toksik, cilat janë trajtat më të detajume që i ka, e me fol për secilën trajt veç e veç, edhe qysh me u distancu prej tij, bëni like, komenta, shpërndaje me dikën, edhe shihemi në pjesën e dytë.